Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhet në kanalin tim. Po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një recetë shumë të thjeshtë me pak përbërës që mund ta përgatisni lehtë në shtëpinë tuaj. Ajo që duhet të bëni është fillojmë me 250 gram petë të gatshme të thjeshta që përdoren për byrek, mund t'i gjeni mjaft lehtë në supermarket. Do t'i ndajmë në këtë mënyrë që tregohet në video. Pasi e kemi prerë gjysmën e pakos, pakoja kishte 500 gram, unë kam përdorur gjysmën, varet nga masa e tavës që do përgatisni. Pasi i kemi prerë, do t'i hapim shumë mirë me duar, kështu ato do të thahen. Kjo është shumë e rëndësishme pasi pas përgatitjes nuk duhet që të ngjisin, pra nëse i lini ashtu si janë, do ngjiten dhe pjekja nuk do bëhet ashtu siç duhet. I hapim shumë mirë dhe i lëm ato me një anë. Ndërkohë në një enë do shtojmë 3 vezë, 200 ml qumësht, 30 ml vaj ulliri, krip, rigon. Nëse nuk e preferoni rigonin, mund ta zëvendësoni me ndonjë erës tjetër në kuzhinë. Masën do ta përziejmë shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Tavën do ta lyejmë me pak vaj ulliri, me ndihmën e një peneli. Nëse dëshironi ta shmangni yndyrën, mund të vendosni një letër pjekje poshtë. Pasi i kemi lyer shumë mirë, do vendosim gjysmën e petëve që përgatitëm pak më parë. Do shihni që ato janë tharë pak, por ashtu është më e mira. Pasi kemi vendosur gjysmën, do vendosim edhe gjysmën e masës së lëngshme që përgatitëm, duke e hapur shumë mirë në të gjithë sipërfaqen me ndihmën e një luge në mënyrë që të gjitha petët të zbuten me masën e lëngshme që vendosëm në tavë. Pasi i kemi përzier mirë, do presim 150 gram sallam në copa të vogla dhe do ja shtojmë masës, duke shtuar edhe 100 gram djath. Mund të zgjidhni çfarë do lloj djathi që ju gjendet në shtëpi ose djathin tuaj të preferuar. Pasi kemi vendosur edhe djathin, do vazhdojmë me pjesën tjetër të petëve që lam me një anë. Do ta hapim mirë në të gjithë sipërfaqen, kështu si shihni në video. Do vendosim edhe pjesën tjetër të masës së lëngshme, duke e përhapur shumë mirë në të gjithë sipërfaqen, në mënyrë që të gjitha petët të zbuten me masën që kemi vendosur. Me ndihmën e një luge mund ta bëni këtë, është shumë e thjeshtë. Në sipërfaqe unë kam shtuar susam, kjo është sipas dëshirës, mund të shtoni edhe fara mix ose fara tuaja të preferuarat. Por bëhet shumë e mirë, në familjen time susami është shumë i pëlqyer dhe unë e përdor gjërë në recetat e mia. Masa është gati për t'u pjekur, e pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Them gjithmonë derisa të jetë gati, pasi pjekja varet dhe nga furra që ju keni. Shikoni pak se çfarë ngjyre fantastike ka marrë pas pjekjes. Mund ta quani sufle, mund ta quani byrek, si të dëshironi ju, por ju sugjeroj ta provoni pasi është një ide mjaft e mirë kur nuk keni kohë, por dhe një ide mjaft e mirë për t'i marrë me vete në punë ose në shkollë, por edhe në plazh. Si ju duket si recetë?